Reforma zgjedhore është një nga parakushtet për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, theksuan përfaqësuesit ndërkombëtar gjatë një takimi me aktor politik me fokus transparencën e financimit të partive politike. Reforma zgjedhore është nevojë demokratike. Besimi në zgjedhje është themeli i besimit në vetë demokraci. Reforma zgjedhore, sidomos sa i përket financimit të partive të fushatave, mbetet në kuadër të kornizës së Bashkimit Evropian dhe patjetër lidhet ngushtë me themeloret. Financimi i partive politike përbën një komponent kyç për funksionimin e shëndetshëm të partive politike, për konkurrencën e ndershme dhe të përgjithshme politike, si dhe për forcimin e besimit të publikut në institucionet demokratike. Kreu i KQZ ngriti shqetësimin se partitë politike nuk vendosin në dispozicion të institucioneve dhe publikut të dhënat financiare. Realiteti aktual tregon se financimi politik në Shqipëri është një problem kompleks. Transparenca realizohet vetëm në mënyrë pasive. Qytetarët, anëtarët e partisë, por dhe votuesit nuk kanë akses të drejt për drejt dhe periodik në informacion. Dy bashkëkryetarët e reformës zgjedhore deklaruan se do të dalin me një draft të përbashkët për ligjin e financimit të partive politike. Së bashku me opozitën, kemi vendosur që të bëjmë një draft të përbashkët me qëllim që ky ligj mos ketë inate partizane apo mos paragjykohet, përkundrazi kemi rregulla të përbashkëta, të pranuara, të njohura. Transparenca është një element të rëndësishëm që partitë politike të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur korrupsion. Duke shmangur jo vetëm korrupsionin, po dhe influencat kriminale apo influencat e faktorëve të tretë të huaj